këta. Do të thënë, le të njohim disa merita e Edi Ramës sot, që duam dhe mos ja njohim ne është vetë, se është mandatin e 4. Në mandatin e 4 nuk qëndron kush rastësisht. Ja. Të thuash që jemi në si Rusia nuk jemi. Ne kemi probleme në maturimin ton të demokracisë, por ne nuk jemi Rusia. Tani është egzageruar kjo, do të thënë regjim. Nuk është regjim. Ka probleme me kontrollon median Ladiç. Media kontrollon media politik. Jo, dhe në matjet që u bë tani nga Ama, Berisha ishte 10% para Ramës në prezencën televizive. Absolutisht po. Plus që ka një media personale. Pa rremat e pa dhe mediat e tjera. Hapësira e opozitës është shumë e madhe, pa diskutim. Ato që nuk kanë hapësirë, sepse kështu është bërë dhe ligji, janë partitë e vogla, të cilat futen sot, po të jesh mjeshtër, do të thënë ti vetë, të kesh aftësi të larta politike dhe të kesh aftësi të larta komunikative, ti me rrjetet sociale s'ke nevojë fare për media. Por problemi është që politikanët tanë, këta që i përkasin opozitës, kanë problemin që nuk krijojnë dot frymë madhështore, le të themi, të përdorim këtë term që i vuri ai pa drejt vetes. Se para këtij e kanë përdorur njerëz që kanë pasur sukses me termin madhështore. E kanë përdorur Shtetet Bashkuara të Amerikës disa herë, disa president, e ka përdorur De Gaulli kur u rikthye që të bëjmë Francën madhështore dhe realisht e bëri. Se fal politikave të De Gaullit, që edhe pse cënoi me vetdije demokracinë, me vetdije, tha do ta cënoj demokracinë me vetdije, por do ta bëj Francën madhështore, tha, sepse nuk kemi kohë për debatet brendshme, kur ishte lufta e Argjarisë 1 dhe çështja e pavarësisë në energji dhe në mbrojtje. Duke u shkëputur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe i dha Francës armën bërthamore, që dhe sot e kësaj dite e kanë si krenari dhe në situatën e re ku ka ardhur, mburen me këtë që bëri De Gaulli. Sepse këtë do të bëj Europa, kemi ardhur këtë do të bëj Europa. Atë do të bëj Europa që bëri De Gaulli gatuaj 60 vjet përpara. 60 vjet përpara. Ky është politikani i lartpamës. Kjo është. Tani në këto kushte, De Gaulli i falet çdo gjë dhe doli mbi partitë politike, në Shqipëri nuk e bëjnë dot këtë, se Shqipëria thashë njëherë është vend i vogël dhe nuk është aq i rëndësishëm, domethënë në arenën ndërkombëtare. Shikoj, më pëlqeu shumë një geopolitikan francez para disa ditësh e dëgjova në YouTube. Ai tha, Franca tha, Zvicra, të flasim për vende të vogla. Zvicra kur është bërë, thotë, që e bëri Zoti, e bëri për të qenë të varfër, nuk e bëri për të qenë të pasur. Shqipërinë, kur e bëri Zoti, e bëri për të qenë i pasur. Cilat janë argumentet? Argumentet janë këto. Zvicra ka vetëm male. Zvicra nuk ka det. Zvicra nuk ka diell siç kemi ne. Zvicra nuk ka pasuri mbi dhe nën toksore siç kemi ne. Zvicra nuk ka këto dalje, domethënë siç kemi ne. Dhe në aspektin gjeostrategjik për mbrojtjen, për tani Zvicra ka thash ka male, nuk ka fusha, nuk prodhon asgjë, ka bujqësi e tjera. Zvicra është vendi më i pasur. Pse është vendi më i pasur? Sepse ka politikan që askush nuk i njeh. Njeh në ti kush është kryeministri i Zvicrës? Digje? Jo. Po presidenti? Jo. Po kryetari i parlamentit, siç e kanë ata që jo, se di jeri. Kurse po të vesh në Evropë, të gjithë e njohin Edi Ramën. Për shembull, kur them të gjithë klasa politike, mediat e gjithë e njohin Edi Ramën se është atipik. Do të thënë, apo jo, bën skiç, do të thënë aty, edhe me këtë zëvend atje në edhe kjo e ka ndihmuar në marrëdhënie, ka ndihmuar marrëdhënie ndërkombëtare. Ka bërë interesant dy herë, ka bërë dy samite pra. Për te asaj që është më ka po disa merita edhe duhet ja jap. Atë jam duke të thënë.